Hadithi dhe kuptimi i tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: drejtësia është e bukur, por më e bukur është kur ajo vjen nga udhëheqësit. Bujaria është e bukur, por më e bukur është kur ajo vjen nga të pasurit. Devotshmëria është e bukur, por më e bukur është kur ajo vjen nga dietarët. Durimi është i bukur, por më i bukur është kur ai vjen nga të varfrit. Pendimi është i bukur, por më i bukur është kur vjen nga të rinjt. Turpi është i bukur, por më i bukur është kur ai vjen nga gratë.